Raundi i parë më tregoi se mund të përballem me më të mirët. Anthony Joshua ka bërë një rikthim spektakolar në ring duke mposhtur bokserin shqiptar Kristian Prenga me nokaut teknik në raundin e dytë në duelin e zhvilluar në Jeddah të Arabisë Saudite. Përballja nisi në mënyrë më të keqe të mundshme për britanikun. Vetëm 20 sekonda pas gongut të parë, Joshua rrëzua në tapet pas një goditje të fuqishme, ndërsa pak më vonë pësoi një knockdown të dytë nga Prenga, duke u gjendur pranë një prej humbjeve më të mëdha të karrierës së tij. Megjithatë, ish kampioni botës tregoi karakter të jashtëzakonshëm. Në raundin e dytë ai reagoi fuqishëm duke goditur me të djathtë duke e rrëzuar Prengën. Shqiptari nuk arriti të vazhdonte luftën, ndërsa gjyqtari ndërhyri për të ndalur ndeshjen dhe për t'i dhënë fitoren Joshuas në nokaut teknik. Dhe tani ka ardhur edhe reagimi i zyrtari Kristian Prengës në profilin e tij në Facebook. Ai ndër të tjera tha se raundi i parë dëshmoi atij se mund përballet me më të mirët, por në këtë nivel një sekond mund të ndryshojë gjithçka. Ja dhe reagimi plot. Të ndaja ringun me një kampion si Anthony Joshua ishte një eksperiencë shumë e rëndësishme. Respekt maksimal për të dhe për fitoren. Raundi i parë më tregoi se mund të përballemi me më të mirët, por në këtë nivel një sekond të ndryshon fatin. Humbja të detyron të shihesh në pasqyrë dhe të mësosh atë që fitoria ta fsheh. Kjo ndeshje nuk më thyen. Do ta përdor këtë eksperiencë për t'u rikthyer shumë i fortë. Ndjekësve të mi shqiptar u kërkoi ndjes që nuk ju solla fitoren. Faleminderit Zotit për çdo gjë. Zoti i bekoft shqiptarët, ka shkruar Prenga në Facebook.